Fillimisht në shpreh ngushëllimet e mia për familjarët e të dy viktimave, tentoj me kuptu dhe me bashkëndjeh thellësisht dhimbjen e tyre realisht, edhe atë afektin e madh emocional të cilin mund me kanë këto raste të e kalu, dhe e di që ndoshta nuk është diskutimi më i këndshëm që ne po mundna me bë, por shpresoj që përpjekja jonë me qenë më shumë sensibilizuese realisht për me tentu me zbrit realisht rastet e tilla në shoqërinë tonë. Po flitet për personalitetet të cilat kanë të dezintegruar konstruktin e personalitetit, pra konstruktin e vetvetes realisht, ku më shumë funksionin në parimet e kënaqësisë dhe pakënaqësisë momentale dhe shumë pak është e shëndoshë ose është prezente në këto konstrukte ndikimi dhe frenimi që ndërgjegja ose dëmshuria mund të bëjë mbi ta në situata të tilla, pra konstrukte që në impulsivitet e sipër, në arrogancë e sipër, bëjnë sjellje të tilla me karakter dhënues dhe deri tek krimi realisht i caktuar. Pra janë faktorë shumë kompleks, janë faktorë të ndryshëm, patjetër gjendjet mentale në format të diagnozave dhe çrregullimeve të ndryshme, zakonisht në moshat e hershme dhe në moshat e adoleshencës është shumë prezente çrregullimi i sjelljes, pra një sjellje delikuente, çrregullimi i sjelljes që më vonë cilësohet si një çrregullim i personalitetit antisocial. Pra këta persona janë persona që zakonisht nuk i binden rregullave, nuk i binden ligjeve, tentojnë me imponu një lloj dominancë në rrethet e tyre sociale ose shkollore dhe janë të gatshëm shumë lehtësisht të reagojnë në çfarëdo lloj momenti që mendojnë se po ju cënohet ajo krenaria e tyre ose hapësira e tyre realisht operimit si personalitet ose si individ, dhe kryen veprime të tilla domethënë kriminale. Nganjëherë po mund të ketë çrregullime të tjera që kanë të bëjnë domethënë me pjesën e çrregullimit është cilësohet një diagnozë çrregullimi të qenit opozitares, kundërshtues, domethënë jemi mësuar të kundërshtojmë non-stop realisht. Mund të ketë çrregullime tjera psikotike ku personi ka lënë nëpër epizode që janë shkëputje nga mundësia me gjyku në formë të drejtë realitetin dhe ato në momentit të shkputjeve mund të bëjnë realisht krimet e caktuara. Por situata e rastit të 19 vjeçarit nuk duket e tillë, pra duket më shumë një situatë që ka shpërthyer në një afekt, pra më shumë si rezultat i asaj pjesës së çrregullimit të sjelljes ku personi nuk ka të mësuar mënyrën qysh me duru dhe qysh me u frenu në sjelljet e tij agresive dhe kriminale.